Në Bazilikën e Nënës së Këshillit të Mirë, u kremtua mesha e shenjtë për festën e Zonjës së Papërlyer, një nga festimet më të rëndësishme të besimit katolik. Ceremonia u udhëhoq nga imzot Jonut Paul Strea, i deleguari me punë i Vatikanit, i cili në fjalën e tij theksoi se Maria është ura që ka lejuar ardhjen e Zotit ndër njerëzit dhe lidhjen e përhershme mes nesh dhe Krijuesit. Kremte mi festën e Zonjës së Papërlyer, Zoti përgatit rrugën, përgatit shëlbimin, na përgatitur ne për me pranu hirin e tij. Leximi i parë i marrëm prej Zanafis na thot profecinë e parë të kësaj vërtete. Zoti e paralajmëron e thot gjarpit që gruaja ka me ta shkel kryt. Zoti e ka përgatit këtë gjë qysh prej fillimit. Zoti e ka përgatit mi gjitha këtë fitore për mi të keqen një gjarprin dhe ka bërë këtë gjë me njëherë sa komunikati e kishte thy atë harmonin mes Zotit edhe njeriut. Jemi këtu për të kremtuar një fest të madh, të kremten e Zonjës së Papërlyer. Në këtë fest shohim mrekullit e Zotit, mirësinë e Hyjit, që e përgatiti një shtëpi edhe një për birin e tij, duke e bërë Marin nënën e tij të pamekat qush nga gjysja e saj. Në përgatitje për lindjen e Krishtit, Zoti dha Marisë hirin e veçantë. Në këtë ditë të veçantë, rektori i Bazilikës Dom Artur Jaku ndau edhe një mesazh për 8 dhjetorin, ditën e rinisë, duke rikthyer vëmendjen tek rëndësia e asaj lëvizje studentore që 35 vite më parë hapi një kapitull të ri për vendin. Pas përfundimit të meshës u zhvillua bekimi tradicional i Betlehemit me vendosje në qendër të figurës së lindjes së Krishtit, simboli i dritës dhe i fillimit të ri. Festimet vijuan me ndezjen e dritave të pemës së Krishtlindjes, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë e festive. Programi kulturor i përgatitur nga të rinjtë e Bazilikës i dha ngjarjes një dimension të veçantë shpirtëror dhe komunitar në prag të festave të fundvitit.